500 kopje të librit Masakrat në Kosovë 1998-1999 në gjuhën angleze të autorit Shkelzen Gashi, i bleu Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Këtë e bëri më 14 maj 2025 përmes një kontrate të nënshkruar me shtëpinë botuese Dugagjini. Rasti vjen në vëmendje pas largimit të ekspozitës të bazuar mbi librin nga sheshi i Prishtinës këtë të shtunë, me arsyetimin e shfaqjes së të dhënave të pasakta. Sipas kontratës së siguruar, MPJD ka paguar saktësisht 14.999 euro për furnizim me librat e Gashit. Çmimi për njësi është saktuar 30 euro, ndërsa proces verbali i negociatave zbulon se operatori ekonomik Dugagjini ka refuzuar zbritjen e çmimit me arsyetimin se shitja bëhet pa asnjë përfitim financiar. Përfaqësuesit e kompanisë kanë deklaruar se të hyrat nga kjo shitje do të destinohen ekskluzivisht për krijimin e një webfaqeje dedikuar krimeve të luftës në Kosovë. Dokumentet specifikojnë se këta libra janë blerë me qëllim të shpërndarjes përmes misioneve diplomatike të Republikës së Kosovës në përbot. Edhe pse ekspozita e autorit u hoq nga sheshi shkaku i pasaktësive historike, kontrata e obligon furnizuesin që dokumentimi i masakrave të jetë i mbështetur në fotografi dhe materiale nga organizata ndërkombëtare të specializuara për të drejtat e njerëzit. Autori i ekspozitës Masakrat në Kosovë 1998-1999, Shkelzen Gashi, ka fajsuar shtetin për mungesë të një liste të gjithë të vrarëve në luftën e fundit, teksa ka përsëritur se të dhënat që i ka publikuar në ekspozitë janë marrë nga një listë e organizatës jo qeveritare Humanitarian Law Center, e udhëhequr nga Natasha Kandić. Në anën tjetër, sipas Humanitarian Law Center, të dhënat e paraqitura në ekspozitë në disa raste japin një pasqyrë të pasaktë të krimeve dhe mungesë elementare të njohurive mbi të drejtën ndërkombëtare humanitare e fakteve. Shënjestër.net